ki mu vëros me hoq? Jo kur. Edhe ja kam gjitë vetit emnin Fatbardh, e kam lonë këtë farë emri, e kam lonë këtë farë emri Hemmet dhe Zotit pa qëfar ajeti, qëfar bakrashi, e bejta. Se, kur ta ngjesin gurin e vorrit, ta qesin aty, ajet bejta, po, plus shka është edhe ma kesh me minore, do të vull, kush beson ty që je kon shqiptar, mërë i lumë me Zot. O mirë me pas Kurani në shpi, një liber të shenjë. Kush më thë që është i shajt? Qysh më thotë që është i shajt? Me shka, me interesi kombëtar, adhetar, është mbi të gjitha. E kjo është aja dëshira ime, e kam edhe shumë dëshira tjera. Qysh e pate emrin edhe sa vjeti pate? Thash edhe pare që i kam 80 vjetë. 80 vjetë? Po. Emrin e kam pas ajet bejta, e tash e kam nru vetë se unë s'jam as turk, as arab. Qishe bane? As jam turk, as jam arab. Kur arrita unë me kuptu edhe këtë kuptu shmeri, ma qajnë kokë i lumi Zot. Edhe më tha, hiqe, se je shqiptar, tha je shqiptar i fort. Tha, po dihet puna jote që ka po flet para nxënësave, po emrin e kje, tha, turkut, arabit, e në gjitja vetit emrin Shqip, dëshmoj edhe në varë që je shqiptar. Se, kur ta ngjesin gurin e vorrit, ta qesin aty, ajet bejta, po, plus shka është edhe ma kesh me minore, do të vull, kush beson ty që je kon shqiptar, mërë i lumë me Zot? As kush is beson? Edhe ja kam gjitë vetit emnin Fatbardh, e kam lonë këtë farë emri, e kam lonë këtë farë emri Hemmet dhe Zotit pa qëfar ajeti, qëfar bakrashi, e bejta. Porësi për gjithë shqiptarët, e kam pastru të renin tem saj për këtë qashtjes, kam të interesit kombëtar, dhe të faktikisht mu të regu shqiptar, me roj, me emër, me mbi emër, e kam porësit kornizën e vorrit, me kon Shqipëria etnika aty me Shqiponje. A ki mu vëros me hoq? Jo kur, e kam shkrujt edhe me shkrim, aty be, jo me hoq, po as nej haxhi aty e kam lonë, me shkrim e kam, kur dush hajde në shpiteme, e kam lonë, kam thonë, rëpsisht ndalohet me marë pjesë dikush, që e ka fejnë islame dhe mbjen tinza shahadet. Vetëm shqiptar. Shqip dhe Shqipa qëfar mare më mullut aty. Me thonë pa hoxhe, pa haxhije, pa pope, pa kish. Jo, prifti. A prifti po? Prifti, pastori, prifti. A i ka qenë gjithmonë në përshekuj. Ata janë tonë të kanë qenë, janë e do t'jenë. Po mjerisht, kokat e shqiptave janë pi pej opiumit të fesë islame dhe shtire kanë mulliruë. Shtire kanë mulliruë pe ati opiumi. Se pëthu feja muslimane i ka zapunje? Po kush tjetër? Po feja islame, po kush tjetër? Po neve në kam su feja, o kon mësu si dijes hoxha. Pa, e tash do të thotë se hoxha ka qenë i perfekcionur dhe i pagabushëm, a? Jo, nuk e tham ato, nuk e tham ato, po për na besimi islam e kena pak, unë e kam Ramazan sot, a ki Ramazan ti? Mozalla. Po qëfar Ramazani? Ku? Me duru, po kush ka thonë me duru e? Po mi avdit edhe njerëzve që... Po kush ka thonë me duru, ti ndëgja? Ti ndëgja se dvyën kjo ty edhe gjithë popullit. Po. Po. Une agjeroj për një ditë të nesër, sepse 5 shtyllat e islamit janë. Mos mi tregati mua se unë e kam lexuar para teje.
para teje edhe para hoxhëllarëve. Nga, more. Okej. Po ngoj. Nga, se që ku kam shtagën. Allah, që që kam rrejtë zonë si të rrejtë që tu mjedis publiku. Për para që ty në hoxhëllarëve që janë sot, 70% para tyne, 70% që ty në hoxhëllarëve, unë e kam lexu Kuranin para tyne. Qa ke kuptu? Nga, se fjallët që i flasë, kam qef me i vërtetu e jo veç me i thonë. Se është e vërtet që e kam lexu unë para këtyne që pa thamë, kur dull për herë të parë Kurani pej Mulla Hasan Efendiut, baba i Hasan Osmanit mësus, punojshëm bashk. Edhe erë një ditë e gëzushëm shumë Hasani. Ta që ki i Hasan, që i ka gëzushëm? Tha baba hoxh, a e kësh pas hoxhë, babën e kësh pas drejtërt me dreses. Tha edhe më tha baba hoxh që u dalë Kurani i përkthyem në gjuhën shqipe pej Mulla Hasan Efendiut. Edhe që është paraqit që në hoxhallarë që është liber hyjnore, është kështu, me në gjithë shpet që unë me marë me lexue. Se isha i unë për dituni, shurë shqip. Isha i unë, pa dhe që ka do isha kokën të eme me pasunue. E mare lexoj, Kuranin e Hasan Efendiut. Si janë kërkuna të mrekulli. Si janë kërkuna së për sa afërmi. Masanena dull edhe tjetëri Kuran, i përkthym e me komentime kinë se maj përsosun, e i spjeguam me analiza prej Mulla Ahmet Sherifit. Bile kam në shpi, edhe ato lexova, edhe aj hajmedet. O mirë me pas Kuranin në shpi, një liber të shenjë. Kush më thë që është e shajtë? Qysh më thë që është e shajtë? Me shka, a din që shka do më thonë, fjala i shajtë, edhe me shka i shajtë. Me shka i shajtë, me asoj na kena mësu dinin, e kena mësu imanin, e kena mësu fen, e kena zbatu fen. Dhe para të arsye që në ka i shajtë, ha? Po. Pse për shëtit Ramazani, kur nuk rrinë një ven? Sepse ndrimi i kohës. Ndrimi i kohës. Mërë djallë. Lom. Pse po thu që është keq Ramazani që po, edhe besimi katolik janë Ramazan tash. Po. Po e kanë 5 javë. Nuk di unë sa kanë të ke kanë. Do me thonë ti je kundër, a i përkra besimin këtë grupin e të qonit? Unë jam i krishterë, shull shqip, se më shefi, jam këthyje unë, mati jam këthyje. Mati jam këthyje unë. Mati jam këthyje. E kam diploma, 2 diploma i kam unë. Edhe kam katedrales, që jem kona të 2 vjetë në ligjërata, edhe të kam diplomën e kishës protestane shqiptare me Selin Prishtin që lhez djali hoxhës Fehmi Cakolli është djali i hoxhës. Tani të ke funit i djali, të ta din populli. Sa e sa herë Ismail Kadareja ka dalë me kumtesa kthehunin fenët parve. Ismail Kadareja budon lukasht, a demdemaci sa herë ka thirë. Nuk kanë qenë këta budal. Do të me kuptu dhe sene. Kur ti kuptësh dhe sene, do të me kuptu me rroje, jo eq, ka thonë edhe meri qashtu qërras. Bukfalisht, pa hinë thëllësi. Do me thonë, ti thu që na kredot me braktis islamin edhe më këty... Shqiptar, kush është? Kush është shqiptar? Kush është shqiptar, sa ma par. Kush është shqiptar, sa ma par në fenet parve.
në fenet parve. Edhe të vinë, si shtot në infrashi, po vinë për si blete plot i Bekov Perëndia. Dhe të vinë edhe të thejnë. Dhe qani aje, kjo është mrekulli e kohës. Kjo është mrekulli e kohës. Po do që po thojnë lëvizës dhe qanit, kina me hinë dhe me kësim, me muzik, do po thojnë asena me fe, as me gjami, as me kish. Mos pjo del dikush e pjaknon këtë kongën, Mark Muharremi kishën se deshte, gjami se adi të ranin kun hamam do me bo venin. Ajo mbetet për ta, unë për veti ja kom bo venin për mrekulli. Jo të mirë, pas ke ba. Unë ja kom bo venin veti për mrekulli, edhe kom caktue me pastorin, kom thonë shoku pastor, po kom qef me dit venin ku kom e hinë dhe. E ka dhe zkerin, edhe jemi shkue, edhe kom shkel me kom thonë që tu më maru vorën te me shërtorët e tu që i kije pastorit. Edhe ja kana qitë 2 gur, edhe si firgohën a vdekes as pak, edhe menzi pa pres me përfundu këtë jetë, veç mës me i pa udhëheqësin partit politike shkojnë në parlament më pa, më u shoh.